Krah njëri tjetrit u a bën vendin, por jo krejt dëshën të ulen afër. Me më tepër hapësirë të krijuar, politikanët u rreshtuan e të gjithëve bashkë ju bën një kërkesë. Rregullimi i lobimit u konsideruai domosdoshëm nga Instituti Demokratik i Kosovës. Një rregullim i lobimit përmes ligjit ose një rregullore të veçantë do të shënon të hap të rëndësishëm për fuqizimin e transparencës së këtyre aktiviteteve. Nëse nuk bëhet, mund të ketë pasoja. Grupet e interesit mund të bëjnë fushata ose lobime të ndryshme për të shtyrë interesat e tyre përpara dhe ndonjëherë ndoshta në krijim të monopoleve. Veç se kjo nuk arrihet lehtë. Kosova është më vështirë me rregullore të kuvendit sa me ligj, se rregulloria është miratohet me 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës. Me këtë pajtohet edhe partia e dytë. Duhet një konsensus i gjerë, e që bazuar në krizat që i ka pas Kosova, viteve të fundit është bukur e vështirë. Megjithatë, u tha se një rregullim se kush, ku e qysh ndikon për të marrë një vendim duhet bërë. Të ketë regjistër madje se kush lobon, cilat është prapavija atyre lobimeve. U kërkua dhe të specifikohet se kush mund ta ketë rolin për të ndikuar. A mund me lobu dikush marrë notë, unë mbradash aty me thonë që e gjem punë, a duhet me ditë kush e lobist. Në këtë rrjedhë u tha se duhet të deklarohen edhe dhurata si forme parandalimit të konfliktit të interesit. Për këtë si shpjegim u përdor edhe rasti i personali shënimit të ditëlindjes, për çka kush çka i solli dikush bëri listë, por me një tjetër arsye. Po çka me i qu kur të kaj këtë ditëlindjen? Do më hëmë ja qu pak ekvivalente.